Me planin zhvillimor komunal 2016-2022, parashihet që objekti i gjimnazit të parë në Gjon Shqipe në Ferizaj dhe konvikti i parë i këtij qyteti të rënohen. Zyrtari për trashëgimi kulturore në rajonin e Ferizajt në gjatë Shahini thot se këto dy objekte nuk mund të rënohen, nga se janë monumente të mbrojtura me ligjin për trashëgimi kulturore. Jam njoftuar nga zyrtarët e Ministrisë Kulturës, Kuvendi Komunal me një plan zhvillimor 2017-2027 e ka parapar që këtu të rënohen këto dy objekte. Unë edhe përmes këtij mediumi duhet t'ja bëj me dije që këto dy monumente janë të mbrojtura me ligj dhe për të rënuar ato duhet të pajisen me një ligj special nga Ministria e Kulturës, pasi që ato figurojnë në listën zyrtare. Gjendja e monumenteve brenda qytetit, ato të cilat përdoren nga komuna janë në gjendje të mirë, përndryshe ato të tjera të cilët nuk kanë një interes të veçantë, zyrtarët komunal janë në gjendje të mjerueshme. E zëdhënësi komunës së Ferizajt Naim Ferati, duke mos ju përgjigjur pyetjes se si do të veprojë komuna me ato objekte që me planin zhvillimor komunal parashihen të rënohen, edhe pse janë të mbrojtura me ligj, u ndal tek kritikat e Shahinit për mos kujdesje të këtyre objekteve nga komuna. Derisa ata që akuzojnë nuk ngrisin zëre për ngrirje fondive të rregjet fondive në Ferizaj, për shkak edhe në thirrje dhe marrin rrogë nga Ministria e Kulturës si përfaqësues për trashëgimi kulturore në pjesën e regionit të Ferizajt, atë besoj që nuk mund të flasim ne për fonde, për arsye se ata në fillim ligjet pozitive të Republikës së Kosovës sa i përket trashëgimisë kulturore këtë fushë e kanë centralizuar dhe kompetencat në këtë fushë i ka Ministria e Kulturës, Qeveria e Kosovës dhe Instituti i Trashëgimisë Kulturore. Komuna nuk ka asnjë kompetencë sa i përket trashëgimisë kulturore, por sigurisht që është interesi i çdo qyteti që të ruajë dhe të avancon vlerat e tij dhe sigurisht edhe ne bëjmë të njëjtën. Zyrtari për trashëgimi kulturore në rajonin e Ferizajt u shpreh shqetësuar me gjendjen, siç tha ai, të mjerueshme të monumenteve kulturore që ndodhen në Ferizaj. Lirisht sikur të ishin investuar ato shumë, kishte më bën një punë e mirë.